Vizita e presidentit të SBA-ve në Zvicër nuk mund të shkonte më mirë se kaq për vendet e Europës, pas deklaratës së Trump gjatë forumit ekonomik në Davos se SBA-ja nuk do të përdorte fuqinë ushtarake për të pushtuar Groenlandën. Një lajm tjetër i mirë ka ardhur për vendet e BE-s. Trump është tërhequr nga tarifat e planifikuara ndaj 8 shteteve europiane që i dolën kundër për ishullin. Situata duket se është përmirësuar pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, me të cilin Trump duket se ka arritur një marrëveshje kornizë për Groenlandën. Kjo zgjidhje, nëse arrihet, do të jetë një zgjidhje e shkëlqyer për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha vendet e NATO-s. Bazuar në këtë mirë kuptim, unë nuk do të vendos tarifat që ishin planifikuar të hynin në fuqi më një shkurt, po zhvillohen diskutime të mëtejshme në lidhje me kupolën e artë. Për sa i përket Groenlandës, informacioni mëtejshëm do të vihet në dispozicion, ndërsa përparojnë diskutimet. Zëvendës presidenti J.D. Vance, sekretari i shtetit Marco Rubio, i dërguari special Steve Witkoff dhe të tjerë të ndryshëm, sipas nevojës, do të jenë përgjegjës për negociatat. Ata do të më raportojnë drejt për drejt mua. Faleminderit për vëmendjen tuaj ndaj kësaj çështjeje, tha Trump në një postim në Truth Social. Deklarata e presidentit Trump për një kornizë për një marrëveshje të ardhshme për Groenlandën mund të ofrojë një farë lehtësimi për aleatët evropianë të SBA-s. Megjithatë, lajmi ngre më shumë pyetje se sa jep përgjigje, duke i lënë aleatët të hamendsojnë se çfarë roli saktësisht mund të ketë SBA-ja në territorin e ishullit në të ardhmen. Një gjë është e sigurt, se Trump nuk përmendi pronësinë amerikane të ishullit, i cili kontrollohet nga Danimarka, duke pasqyruar një qendrim 180 gradë ndryshe nga ai i 24 orëve më parë. Betet për të parë se çfarë lloj marrëveshjeje kanë bërë Trump dhe Rutte, nëse do të kërkonte miratimin e Kongresit, dhe si mund ta shpall presidenti fitore nëse kjo nuk i plotson thirrjet e tij për një marrje formale të pushtetit nga SBA-ja. Ndërkohë, të njëjtën, udhëheqësit e BE-s pritet të takohen në Bruksel për atë që u thirr si një samit emergjence. Gjatë 72 orëve të fundit, politikanët më të lartë evropian kanë zgjedhur me vetdije të përdorin gjuhën e tyre më tashpër deri më tani në përgjigje të politikës amerikane, në disa raste duke i kategorizuar amerikanët në të njëjtën kategori me rusët, kur folën për shkeljen e së drejtës ndërkombëtare dhe injorimin e sovranitetit të kombeve. Tërheqja e Trump nga kërcënimi me tarifa do të eliminojë një shkallë të madhe tensioni dhe drame nga takimi. Por ata do duan të dinë se çfarë saktësisht kanë sajuar Trump dhe shefi i NATO-s me këtë zgjidhje magjike për një problem që po kërcënonte të tendoste, nëse jo të shkatronte, aleancën transatlantike. Danimarka kishte thënë prej kohësh se ishte shumë e lumtur të shite një prani të shtuar ushtarake amerikane në Groenland. Mbase marrëveshja me Trump konsiston në faktin që NATO është dotuar të rrisë praninë e saj në ishull për ta siguruar Donald Trumpin se aleanca më në fund po i kushton vëmendjen e duhur Groenlandës. Nga ana tjetër, ky vendim duket se i ka dhënë frymëmarrje edhe tregjeve pas postimit të Trumpit në lidhje me arritjen e një kuadri për një marrëveshje për Groenlandën dhe njoftimit se ai nuk do të vendos tarifa shtesë ndaj aleatëve evropian, të gjithë indekset kryesore amerikane janë rritur.